Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se pas përfundimit të periudhës informuese me 15 mars, nga 16 marsi do të nisë aplikimi për leje qëndrim dhe deklarim të adresës në përputhje me ligjin për të huaj dhe ligjin për automjete. Ky veprim vjen pas deklarimeve të kryeministrit Albin Kurti dhe përfaqësuesit special të BE-s Peter Sorensen. MPB-ja gjithashtu bëri të ditur se për një periudhë 3 mujore do të mundësohet regjistrimi për regjistrin civil të Kosovës i lindjeve, martesave dhe vdekjeve që janë regjistruar deri në 15 mars 2026 në institucionet paralele serbe. Po ashtu do të lejohet njohja e përkohshme e kartave të identitetit të lëshuara nga këto struktura, vetëm për qëllime identifikimi. Ministria njoftoi se shtetasit e huaj janë të obliguar të deklarojnë adresën brenda 3 ditëve nga hyrja në Kosovë, përmes aplikacionit të Policisë së Kosovës, web faqes ose në stacionin më të afërt policor. Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me Policinë e Kosovës ka lansuar aplikacionin për deklarimin e adresës për shtetasit e huaj që hyjnë në Republikën e Kosovës. Në njoftimin e MPB-s, ky aplikacion do mund të shkarkohet në 2 sistemet për telefona, mobil, Android dhe iPhone. Po ashtu mundësia e deklarimit të adresës do të bëhet nëpërmes webit në kuadër të Policisë së Kosovës. Në aplikacion janë të parapara rubrikat e domosdoshme për qytetarët e huaj duhet t'i plotësojnë për kohën sa qëndrojnë në Kosovë. Deklarimi i adresës i qytetarëve të huaj brenda 3 ditëve nga hyrja në Republikën e Kosovës është obligim ligjor. Tre persona janë arrestuar pas ditën e së shtunës në pollat të Pudujevës, pasi dyshohet se kanë sulmuar zyrtar policor gjatë një ndërhyrje. Sipas raportit 24 orësh të policisë, njëri nga të dyshuarit ishte duke drejtuar një traktor të ngarkuar me dru të prera ilegalisht, ndërsa tjetri me automjet ka goditur veturën zyrtare. Si pasojë e incidentit, 4 zyrtarë policor kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar trajtim mjekësor. Të dyshuarit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit 2 prej tyre janë dërguar në mbajtje, ndërsa i dyshuari tjetër është liruar në procedurë të rregullt. Sot bën 18 vjet nga tragjedia e Gërdecit, në të cilën humbën jetën 26 persona dhe 300 të tjerë u plagosën pas shpërthimit që tronditi fshatin në periferi të Tiranës. Shpërthimi i cili ndodhi rreth orës 12:05 të mësditës në punishën e demontimit të armëve dëmtoi edhe qindra shtëpi të zonës përreth. Ngjarja pushtoi të gjitha televizionet vendore, por edhe ekranet të shumë kanaleve të huaja si Euronews, CNN dhe të tjera ku ngjarja mori prioritet. Sipas vendimit të gjykatës, ish përgjegjësi i fabrikës së armëve të demontimit që shpërtheu më 15 mars 2008 në Gërdec, u dënua me 18 vjet burg. Ish drejtori i Mejco, Ylli Pinari, po ashtu me 18 vjet burg, ndërsa administratori i fabrikës Alba Demel, Mihail Delgjorgji me 10 vjet burg. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se edhe pse një pjesë e madhe e ishullit strategjik iranian Harg u shkatrua nga bombardimet amerikane, ai mund të urdhërojë sulme të tjera ndaj tij. Ndërkohë Shtetet Arabe, aleatet e SBA-s në rajon u raportuan për ndërprerjen e industrinë e tyre të naftës për shkak të sulmeve hakmarrëse iraniane. Trump i tha NBC Newsit me 14 mars se sulmet amerikane kishin shkatruar plotësisht pjesën më të madhe të ishullit Harg, i cili ndodhet rreth disa dhjetra kilometra larg territorit toksor të Iranit, por shtoi se mund të godasim edhe disa herë të tjera thjesht për qef. Menjëherë pas sulmit, Trump tha se forcat amerikane kishin shkatruar plotësisht objektivat ushtarake iraniane në ishull, por nuk e kishin prekur infrastrukturën e naftës. Megjithatë, ai kërcënoi se do t'i godaset edhe ato objekte nëse Irani ndërprer trafikun në ngushticën e Hormuzit. Zyrtarët iranian pretenduan se eksportet e naftës bruto vazhdojnë pa ndërprerje nga terminali i ishullit Harg, pas asaj që Trump e përshkroi si një nga bombardimet më të fuqishme në historinë e lindjes së mesme.